Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, data është 3 muajshti 3 vitit 2026, vit që po e lëm pas. Sot, në Maqedoni ka qenë për vizitë zyrtare në Shkup edhe sekretari general i NATO-s Rute. Dhe e kanë pritur në parlament, a i foli në parlament, mirë po para se të flasë, i dolën për para 6 deputetët e Levicës, të cilët i nxorën një pankart ku shkronte NATO-ja vret për profit, pra për pare, për përfitim. Dhe a dini sa u mërzit? Hiç s'u mërzit. Sepse të gjithë e dinë se në Maqedoni ka forca, të cilat janë dhe duan që të mos jetë NATO-ja, as Maqedonia NATO, por të jetë sa më afër me Rusinë. Apeluajnë disa njerëz, përfshirë këtu edhe disa qeveritarë tjerë, ku kryeministër është Mickovski, rolin e Vučićit, as me Sheher, as me Barilev në Kosovë. Mirë po, njëra duhet të ndodhë, sepse Maqedonia nuk është Serbi. Maqedonia popullat të dytë, mbi 30% e ka popullatën shqiptare. Në Serbi nuk ka popullat tjetër përveç serbëve si shumicë edhe të absolute. Numri shqiptarëve është reduktuar në minimum, të tjerët nuk llogariten as në gishta. Pra, Rute nuk u lodh për atë çfarë i ndodhi. Dhe normal se ai mbajti fjalimin e tij. Në fjalimin e tij, Rute tha në kazermën Ilinden, pastaj qëndroni të sigurt dhe na bëni të sigurt, sepse nuk ka luhatje në këtë punë. Vërtet nuk ka luhatje në këtë punë. Nuk ka luhatje në këtë punë. Mu po më them edhe diçka tjetër. Edhe do ndalem pak më gjatë, sepse vërtet është shumë interesante. Vleni doli me një deklaratë dhe tha, Maqedonia e Veriut çdo herë do të jetë në krah të SBA-s si partner i përhershëm strategjik. Okej. Kur e lexosh nga ana thosh, bravo, hiç s'ka asnjë ndryshim. Kur e lexosh brendin, dalin dallime të mëdha. Sepse vlen është krejt diçka tjetër, koalicion. Bilal Kasami dhe Izzet Mexhiti nuk kanë ende deklarata vetanake për luftën Iran-Amerikë, njësoj siç nuk ka dhe kryeministri Mickovski, i cili flet krejt për diçka tjetër, nuk flet në cilën është në luftën Iran-Amerikë. Dhe unë do mbahem tash i mençur. Bilal Kasami, si baba i Lëvizjes Besa, njësoj si kur Izzet Mexhiti, baba i LD-s, personalisht pra, veçmas nuk janë shprehur për luftën Iran-SBA, edhe pse vlen si koalicion ka fol pro, por nuk është njësoj, ka kodra. Pra, qëndrimi zyrtar i koalicionit është, ndërsa qëndrimi individual të liderëve të partive brenda koalicionit nuk kemi. Nëse Bilal Kasami dhe Izzet Mexhiti reagojnë veçmas për luftën mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, kjo ka peshë politike me të drejt për drejt se një deklaratë kolektive e koalicionit vlen. Do thoni se pse. Koalicioni shpesh prodhon deklarata kompromisi. Tekstin që liferoi vlen është diplomatik, standard në linjë me NATO, nuk me rrezik politik, është formulim institucional. Pra, është krejt diçka tjetër NATO, është krejt diçka tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në luftë me Iranin. Lideri personalisht mban përgjegjësi politike. Kur flet si kryetar partie, ai po ekspozon qëndrimin ideologjik të subjektit të tij, jo vetëm kompromisin e përbashkët në koalicion. Distancimi taktik është i mundshëm. Në politikën e RMV-s shpesh përdoret formula për çështje të ndryshme fshihemi pas koalicionit, për çështje që mobilizojnë bazën, flasim individualisht. Dhe ka dalë një shprehje ambiguiteti. Dhe çfarë nuk kupton kjo? Kjo është strategji. Pra, kur deklarata është shumë e përgjithshme, paqja, stabiliteti i ndërkombëtar, ajo lë hapësirë për interpretime. Nuk është deklaratë që hyn në thelb të konfliktit, por qëndrimi i sigurt për një vend antar të NATO-s si Maqedonia e Veriut. Pra, a mund të jenë fshehur, unë e them, mundësi teorike ka. Në Kosovë thujnë as me Sheher, as me Barilev. Ka 3 skenar realistë se ato mund të jenë fshehur. Janë plotësisht në linjë me SBA-n, por nuk duan polarizim të brendshëm, kanë elektorat që nuk është homogjen, prandaj përdorin gjuhë të balancuar, nuk duan të identifikohen me retorikë konfrontuese ndërkombëtare, sepse prioriteti i tyre është politika e brendshme. Në diplomaci, sidomos për një vend të vogël si Maqedonia e Veriut, qëndrimi publik duhet të jetë i qartë pro aliade, dhe kjo është bërë. Por në plan të brendshëm, mënyra si liderët pozicionohen individualisht tregon sa të gatshëm janë të marrin kosto politike personale. Dhe pikë. Është koha e fundit që Izzet Mexhiti, Aga i Shkupit dhe Bilal Kasami, Aga i Tetovës,
mirë publike, personalisht të deklarohen, jemi pro Amerikës në këtë luftë me Iranin. Jo të ikin NATO, BE, Arabia Saudite e kështu me radhë. Pra, në Tetov, këtyre ditëve po bëhet shumë fjalë për shumë çka. Tek do e shihni, unë e kam thënë në një intervistë vitin 2022, tek do e shihni Bilal Kasamin dhe e pa. Por ala nuk e keni parë deri në fund. Hala. Sepse një njeri i cili fshehet pas diçka dhe duket i mirë, ta dini se gropën prej përpara e kanë bërë. Sot, më mirë për Tetovën, cila ka vetëm një këshilltar në komunën e Tetovës, doli me një deklaratë kështu. Viden thanë 3700 ujmatës të NPK-shari. Drejtori nuk e ka denoncuar rastin e prokurori. Deklaratën e kanë shpërndarë më mirë për Tetovën dhe këshilltari i vetëm Agron Arifi. Gjatë diskutimit për raportin e punës të NPK-shari në periudhën 107-2025, 31-12-2025, pyetëm për 329 ujmbajtësit të instaluar dhe për intervenime tjera. Nga përgjigjet e kuptuam se ujmbajtësit e instaluar janë të mbetura nga viti 2014 dhe qytetarët nuk kanë paguar për instalimin e tyre. Kamioni për pastrimin e kanalizimeve është jashtë përdorimit një kohë më të gjatë dhe është angazhuar firmë private që të kryejë shërbimin. Ajo që habiti është se 3700 ujmatës të NPK-shari janë vjedhur, thotë më mirë për Tetovën nëpërmes këshilltarit Agron Arifi. Drejtori i ndërmarrjes publike pranoi që nuk është bërë ndonjë denoncim për këtë vepër penale që dëmton buxhetin e ndërmarrjes dhe keqpërdor taksat e qytetarëve. Dhe më mirë për Tetovën nëpërmes këshilltarit Agron Arifi kërkojnë prokurorin ta hetojë rastin. Marrë se pashë se këtu ishte drejtori i ndërmarrjes, në tash nuk e shoh. Nuk e di kush do më bëj përgjigje sidoqoftë. Unë pyetje do i bëj. Sipas materialit që pranon, e shoh se keni instaluar 329 ujmatës. Nga 1000 të paraparë me plan programin e vitit 2025. A janë këto ujmatës digital apo analog? Në sa vendbanime individuale dhe në sa kolektive keni instaluar këto ujmatës? Kush është firma që e furnizon dhe sa është çmimi i ujmatësve të instaluar? Pastaj pa se në raport e keni dhe pastrimin e kanalizimeve fekale me numër 274 pastrimi janë bërë. Nga informatat që i kam, kamioni i ndërmarrjes i cili bën pastrimin e kanalizimeve fekale është jashtë përdorimit. A i keni lënë qëllimisht jashtë përdorimit që të angazhoni firmë private si që po angazhoni tash? Çfarë marrëveshje të punës keni me kompaninë private? A është të vërtet se kompania private shfrytëzon edhe të posuarit e NPK-sharit edhe naftën e NPK-sharit? Edhe për fund, për shoh edhe kryetari i komunës shkuj, kisha një pyetje edhe për atë, a përgatiteni për dhënie me koncesion të ujësjellësit të Tetovës? Sa i përket ujmatësve, ne ujmatësit kemi realizuar 324 në nivel të qytetit, pjesërisht në lagjen 146, dhe në çdo gjë që përmendi sa i përket kanalizimit fekal, ne kemi hapur tender për shkak se kemi kanalgjetin defekt dhe kemi hapur tender për pasimin e kanalizimit fekal. A kanë pagu qytetarët për ormatësit? Sa ka qenë çmimi, nëse kanë paguajt, edhe pse nuk rregullohet kamioni i kanalgjetit? Për çfarë arsye? Se një periudhë pak më gjatë është jashtë funksionit. Përgjigjem për pyetjen të tharë për ujmatësit janë të cilët kanë ngelur prej vitit 2014, ku ka pas gjithsej diku të 10.000 ujmatës, por vetëm 6.000 kanë të instaluara, prej tyre 3.700 janë vjedhur dhe 300 të cilët kanë ngelur aty, i kena instaluar të lagja 146, janë ujmatës të cilët kanë ngelur prej kohës kaluar. Ato ujmatës të cilët i kena instaluar të lagja 146 nuk kanë paguar qytetarët atje as kyçe as ujmatës. Kanë qenë të financuara nga NPK-shari. Faleminderit. Orgar, a i keni denoncuar prokurorin vjedhjen? Jo, nuk e kena denoncuar. Po pra, kështu punon Bilal Kasami. Dhe qëndron sepse ka gjetur
kasht të butë. Një punësim aty dikund, një të nder të vogël, pastaj një të nder të madh dikujt me shitjen e tokës për 1 euro metrin katror, e kështu me radhë. Kështu me radhë. Por, unë do ndalem pak edhe në atë që quhet vërtet Qeveria e Republikës së Maqedonisë veçmon nuk e fsheh se nuk dëshiron të përfundoj korridori 8. Besoj se sonte u ka tërhequr edhe një herë vërejtjen rrute dhe do ndalem në atë pak se atë që tha mbron në televizionin maqedonan se Nikolovski nuk qëndron edhe ashtu. Tha ne do e dërgojmë çështjen e Trebenishtës deri në kufi në UNESCO. Ata le të vendosin, bile kemi qenë në Paris me 4 ministra kështu me radhë. Por harohet vetëm një gjë. Ohri është në UNESCO duke u trandër apo u valëvitur dhe duke u provuar. Pra është një lloj prove me UNESCO. Statusi i trashëgimisë botërore nuk hiqet për një projekt të vetëm pra Nikolovski për Trebenishtën, por për një model të vazhdueshëm neglizhence dhe pikrisht po sinjalizon raporti i UNESCO-s. Çfarë po thot realisht UNESCO? Mesazhi është i drejtë, degradimi vazhdon. Pra ne nuk kemi të bëjmë me gabime të izoluar, por me një proces që po gryen gradualisht vlerën universale të rajonit të Ohrit. 3 pika janë thelbësore. Student Qisko Bllata dhe Gorica. Pra, student Qisko Bllata në Orë është një nga zonat më të ndjeshme ekologjike në Liqen. UNESCO kërkon ndalim urgjent të ndërtimeve, forcim real të mbrojtjes, rishikim të ligjit për shpalljen park natyror Ohri. Pse? Sepse kënetat janë filtri natyror i Liqenit. Nëse ato urbanizohen, dëmtohet ekosistemi i gjithë rajonit Nikolovski. Ndërkohë përmendet edhe kompleksi hotelierik Gorica, që shihet si presion shtesë urbanistik mbi vijën bregdetare. Mos në dëgjoj dikush. Sasha Mielkovi Brat atje ndërton. Ndërsa, e dini se UNESCO ja ka tërhequr Ohrit vërejtjen për për 4847 vendime që janë në Tegër. Pra numrat flasin vetë. Dhe u është refuzuar legalizimi mu për shkak të. 456 që kanë aktet administrative për t'i prishur. Ndërsa, e dini se është zbatimi? 0. Pra, kjo është thelbi i problemit. Ligji ekziston në letër, por nuk zbaton në terren. Pra, UNESCO kërkon inventar të plotë të ndërtime pa leje, vlerësim të ndikimit në vlerën universale të jashtëzakonshme, heqje të atyre që cënojnë integritetin. Pra, në Orë ka mungesë plani urbanistik për brezin 50 metra për gjatë liqenit. 50 metra. Ku në korridori 8 tu? Korridori 8 nuk është shkaku kryesor, por mund të jetë fija e fundit, nëse shtohen presionet infrastrukturore, preken zonat të ndjeshme, rritet dinamike e ndërtime përreth. Atëherë ai bëhet pjesë e modelit të degradimit. UNESCO nuk është një projekt të izoluar, ajo është tendencën urbanizimi pa kontrolluar plus mungesë zbatimi plus dobësi institucionale. Çfarë rrezikohet realisht Nikolovski? Heqja e statusit nuk ndodh brenda natës, por kalimi në listën e trashëgimisë në rrezik është një hap real nëse vazhdon ky ritëm me ndërtimet e egra në Ohër. Në thelb çështja nuk është vetëm mjedisore, është çështje kredibiliteti shtetëror, çështje sundimit të ligjit, çështje identitetit kulturor. Dhe një kryetari i komunës, cilës parti është, i vëmërë dhe Parnes. Ohri pra nuk rrezikohet nga një rrugë apo nga një projekt i vetëm. Rrezikohet nga mungesa e vullnetit për të zbatuar rregullat që vetë shteti ka merituar. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë. Pra, problemi nuk është mungesa e vendimeve, është mungesa e ekzekutimit. 4847 refuzime për legalizim. 4847. Okej. Pra përmendet korridori 8, kot e kot. Nuk është shkaku, as shkasi, por një fije. Dhe Maqedonia jo që në vlon, por nuk ka nga kusht të derth atë që vlon. Mielkovi po ndërton në Orë munat që thonë këtë 50 metrësh që UNESCO e ka të ndaluar në Orë. Hotelin Gorica 3. Gorica 3. Dhe përfundoj shëndalur edhe për pak, atë që bëhen sikur nuk din, ndërtet e din për çka bëhet fjalë. Alianca për shqiptarët e Selës. Këtyre ditëve sikur po reagon se kemi pritur këto gjërat apo kemi ditur këto gjëra. Po, është e vërtetë se i kanë pritur. Që moti din për ndodhit e këtyre ditëve. Dhe nuk reaguar me kohë. Unë them, që kërë vinte mirë. Po, unë baba, me suti, i 2 fëmijëve, them,
Me datë 19/6/2025, vetura Adnan Azizit, deputetit nga Besa, rinte parkuar me shtopa kallë mbi 35 minuta para zyrës së deputetit doktor Ilir Demiri në Tetov. Të dy deputet në kuvent kishin kohë e vend sa të duash në kuvent për takim, por pritin rezultatin e rreshqitjes. Atë natë, pra, me 19/6/2025, në BDI, në Seli, bënte zgjedhjen e kandidatura për kryetar komunësh edhe AKI, pra edhe Aleanca Ishit. Shumica pritnin që doktor Ilir Demiri të propozoj kandidat nga AKI, dhe nuk doli. Dhe për një foto që ju kam dërguar unë, e keni në telegram.mk, krenar logos i ka arritur nëpërmes dikujt tjetër, ministri i drejtësisë së kohë, nuk u morën masa. Edhe ashtu krenar loga mbahet si ditë të gjitha. Tjetrën e dini vetë, është pritur momenti, sepse dero Ilir Demiri votat i mori nga koalicioni AKI, dhe që të mos revoltoheshin votuesit, dhe kur ashtu mori të tjetën 2 ditëve, doli e vërteta në dritë. E vërteta është qish moti në dritë. Pra, Ilir Demiri është pastër kuadër tashmë krah i Adnan Azizit. Seles sigur u erdhi mirë aso kohë dhe nuk reagohen. Okej, do kenë kohë të mendojnë ndryshe nëse nuk u ikën ndërkohë edhe ndonjë deputet. Kaq së për sonte, ishte në Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Bëni një subscribe.